Pra, Baton, duke që bie kauza e opozitës sëre. I thua ti nuk do kandidosh, ati, dhe thua nga ana tjetër që vjetë votat. Çka os këti? Para, si është e mundun që kjo opozit nuk për kryon masën kritike. Masa kritike kryon edhe pikën kritike kundër pushtetit. Unë kam sinqerisht gati është e vetmja opozit që une në përvojën time, kaq vjeqare, që e shoh dhe nuk arrin maksimumin e saj. Dhe më thonë, e gjithë opozita nuk shtrihet për të krijuar masën kritike, e koncentron masën kritike në kryeqytet dhe e vrasëson protest. Unë nuk di që arrihet masa kritike, se pari nga ajo që kuptoj nga demonstrimi, është joshja njerëzve me rrëfim. Kur njerëzit me joshje e arrin masën për shkak se janë paknaqur, ti kalon në hapin tjetër. Hapi tjetër është që pak që ti s'është në për qytete tjera. Edhe aty ka diçka që njerëzve ju mungon. Dhe kur e bën edhe hapin tjetër, hapi i fundit është kryeqyteti. E çka bën në kryeqytet? Të kundërtën e asaj që po bën tash. Parasyse, kur ti je i pafuqishëm në ndërtimin e masës kritike, ti krijon dhunë. Dhe ku dhuna ku i konvenon? Pushtetit. Nuk kam asnjë dilemë këtu. Dhe e dyta është, cili është rrëfimi i Partisë Demokratike mbrenda? Ka prej si ka ardhur mas pari e ke pas betejën e mbrëmshme. A është Lulbasha, a është Ali Bej, a është Sali Berisha. Ali Bej, sikur s'është aty. Jo Ali Bej, po Ali Bej tjetër. Çrënsi. Po bën Ali Bej, bëj çka kryetar. Ka qenë ushtrues detyre kryetarit, s'ka lidhje. Saljani, më thënë. Saljani, kushdo që tjetë. Dhe nëse kjo treshe e bën betejën për vullën dhe nuk e arrin një qëllim, ti e zvoglon në maksimum idenë se opozita ka një betejë demokratike mbrenda. Na mund të fajsojmë pushtetin, se aje ka bën lojën e vullës. Por si mundemi ne që ta shfajsojmë opozitën që nuk arritën në një kompromis që ata ta krijojnë një njeri që udhëheq parti. Mas kësaj beteje, ti e ke betejën e eliminimit të mendimit ndryshe. Pra asyse, Berisha e ka kuptuar se të qenurit parti familjare, sikur ajo në Greqi, sikur dikur në disa vende, është domosdoshmëri historike. Nëse ti e don partin me domosdoshmëri historike dhe me këtë fjalor, e ketë humbur betejën. Dhe historia... Jo me partin, se partin e mban. Jo. Betejën me marrjen e pushtetit. Themelusi dhe krijuesi i Partisë Demokratike, ose njëri prej tyre, është rrugës duke varros Partinë Demokratike. Dhe kjo ndodh jo në pak vende. Është problemi që ne qeverisë... Dhe nuk është e drejtë kjo. Rritet çmimi i naftës, po, rritet çmimi i naftës, Edi Rama dihet është një bashkëpunim me shkelje syri të qartë me këta grosistët të naftës, ka nuk diskutohet. Që këtu rriten gjitha çmimet dhe prapë Rama mbyll syt dhe bën sikur s'di gjë. Ne kemi çmimet më të larta në Europë, kjo nuk diskutohet. Që ne kemi qeverisit korruptuar, kjo nuk diskutohet. Problemi është mesazhi që ti vep qytetarëve. Sot është mesazh që do luftojmë këto gjëra bashk, apo është mesazhi që ti u jep njerëz antarëve të Partisë Demokratike që hajde të vim pushtet që të zgjidhim, që të mos rrim në opozitë neve, që të zgjidhim mallet tonet. Ktu është problemi. Dhe kur flasim që duhet dalësh në rrethet, të takosh njerëz të tjerë, duhet të jesh atje, ti ta dish çfarë duan ata. Duhet ta dish çfarë duhet ndryshosh atyre dhe ata të krijojnë besim se ti mund ta ndryshosh vërtet. Se pastaj kështu është ajo që rritet që ajo që thot Batoni për masën kritike. Njerëzit fillojnë pastaj besojnë që kjo parti, nëse do të ndryshojmë, do na zgjidh këto gjëra, hajde zgjidhim se me Ramën se zgjidhim dot. Dhe nuk do vinë aty vetëm antarët e PD-s, të militantë e PD-s për të ftuar për të ardhur pushtet, por do vinë shqiptarët për ndryshim, për të hequr qeverinë dhe për të ndryshuar qeverisjen. Këtë s'po bën dot PD-ja sot. Shqiptarët duhet vinë shqiptarë për të ndryshuar qeverisjen, jo antarët e PD-s dhe militantët e PD-s.
Sepse në qoftë se aty vjen një rreth i ngushtë njerëzish, grup interesi që është PD-ja, Rama e ka shumë të lehtë të përdor policinë, të përdor këto gazin do sjellës edhe ujin me piper, të gjitha, shkopin e gomës, dhunën, sharjet. E kupton se është si luftë mes palëve. Në qoftë se do ishin gjithë qytetarët, ne kemi parë se si reagon Rama kur shikon kur nuhat që ka shoqëri civile mbrapa. Se si trishet. Kështu që besoj që i duhet të ndezi këtë shpresën tek njerëzit që nuk janë të angazhuar, tek qytetarët e thjeshtë, që mund ndryshoj. A e bën dot, ndoshta do kohë, po të paktën për ca kohë të filloj sot dhe pas ca kohë të kemi një lëvizje të vërtet, jo ndarjen e antarëve të PD-s kundër PS-s. Po ja, të kthehemi me një fjali. E ki protestën për shtrejtimin e naftës. Rezerva shtetërore nuk hynë brenda këtij, po themi, të eliminimit këtë rritje. Ti hynë me një protest e cila s'ka kauzë, duke pas kauzën brenda. Dhe kur del të nesërmen, ti ja u mohon edhe të tjerëve me marrë kauzën e naftës si protestim. Një kauzë, kanë ato baton. Një rrëfim si që kërkon ti e kanë. Pra, Partia Demokratike pretendon që përballë në garë ka një parti shtet. Dakor? Dhe parti shtet, pavarësisht se mund të thonë ato, e thotë raporti OSBE-dirit. Edhe një studim i fundit, i një instituti shumë serios, suedes, thotë që në Shqipëri është një autokraci parlamentare. Pra, elektorale. Pra, këto citime janë. Dhe Partia Demokratike thotë që mund tjetë shumë e fortë Partia Socialiste në garë, por që të hymë në garë me Partinë Socialiste, do të duaj që të ketë një qeveri tranzitore, sepse kjo që është për momentin është partia shtet, sundon çdo gjë. Kështu që në këtë garë po barabartë ne nuk hymë do, çfarëdo që të bëjmë. Çfarëdo shkencash që të bëjmë, platforma, të ofrojmë njerëzit në të gjitha mënyrat e tjera që do bënte një opozitë normale në çdo vend, ne përballë nuk kemi një parti politike që po garon, por kemi partinë që është shteti vet. Kështu që në këto kushte, kërkesa e saj besoj se është legjitime. Nëse pas plotësimit të kësaj kërkese nuk do të ishte në gjendje ta fitonte garë për 1000 probleme që ka Partia Demokratike, atëherë bim dakord. S'ka problem. Kjo është problemi. Po jam në program. Nuk është ka drejt të kjo kërkesë. Dhe kjo është tjetër çështje. Problemi është si do arrisht te kjo. Sepse njerëzit kur thonë që ne duhet të jemi të barabartë me do arrit te kjo, duke bë këtë pra protestë. Qytetarët do thonë çfarë ndryshon. Pra ti duhet të bindesh që shqiptarët që ndryshon diçka. Po si do e bindesh? Do e bindesh duke treguar pse rritet vërtet çmimi i naftës. Është vërtet taksa e qarkullimit apo është karteli i naftës që kontrollojnë 4-5 firma këtu që i kanë rënjët që nga PD-ja. Që PD-ja se përmend kur emrin. Ai duhet të përmendësh emrin. Do ta thuash vërtet pse rritet çmimi i naftës. Do thuash vërtet pse rritet çmimi të produkteve të ushqimore në Shqipëri.